Përse Allahu i madhëruar e ka mbyllur derën e dijes së fshehtë. Allahu i lartësuar me urtësinë dhe bujarinë e tij ka krijuar shumë mundësi që njeriu të hap shumë dyer të dijes dhe të njohurive, saqë ai sot ka bërë një hap gjigant në shkencën e teknologjisë, të komunikacionit dhe kërkimeve shkencore dhe filozofike, por Allahu i madhëruar derën e dijes së fshehtë e ka mbyllur. Po përse? Allahu është ai që na i ka dhënë të gjitha mundësitë, na i ka hapur të gjitha dyert e dijes dhe të shkencës, por ka mbyllur derën e dijes së fshehtë. E ka mbyllur derën e dijes së fshehtë sepse ka një urtësi në të. Allahu i madhëruar nuk është koprac, si mund t'jetë e mundur kjo kur ai është më i miri i të mirëve. Allahu i lartësuar na e ka mbyllur neve këtë derë nga mëshira e madhe që ka për ne. Nëse vjen dikush prej nesh, të cilit Allahu i madhëruar i ka dhuruar dijen e fshehtë, dhe mëson se babai i tij do të vdes në filan ditë, se nëna e vet do të smuret në filan ditë, se gruaja, fëmia dhe vet do të përjetojnë këtë apo atë gjë në filan ditë, si do të ishte jeta e këtij njeriu pas kësaj dije. Nëse Allahu i madhëruar i mëson njeriu dijen e vdekjeve të njerëzve të tij të dashur, si do ta gjente ai kënaqësinë e jetës? Nëse e dim se i afërmi një personi do të vdes pas 3 ditësh, a mund ta përballojmë këtë kur ta shikojmë atë? Po si ta suportojmë këtë dije? Edhe te pejgamberët, nivelet e durimit, të fuqive dhe të aftësive të tyre për të duruar kanë qenë të ndryshëm. Allahu i madhëruar është shumë i mëshirshëm me ne dhe për ne. Ai gjithnjë ka dashur një jetë të mirë. Është kjo arsyeja që na e ka mbyllur derën e dijes së fshehtë. Allahu i madhëruar gjithashtu ka dashur që ne të bëjmë ç'është e mundur, të përpiqemi të luftojmë, të mësojmë dhe të mësojmë edhe të tjerët, të durojnë dhe suportojnë, sepse kjo dynja është bota e sprovave dhe vepër e plotësimeve të tij, është promovimi i sprovimit dhe i testimit të tij. Sikur ne të dinim çdo gjë do të shkatërrohej jeta, Allahu i madhëruar gjithçka e ka ndërtuar me urtësi. Prandaj Allahu i madhëruar u ka treguar një pjesë të dijes së fshehtë disa pejgamberëve të tij, u ka treguar aq sa i duhet njeriu për të ndërtuar jetën e tij, për të përqafuar fen dhe të ardhmen e tyre, si për ngushëllimet e tyre fetare në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj urtësia dhe mëshira e Allahut nuk na e ka hapur derën e dijes së fshehtë.